Mirëmbrëma, unë jam Nita Brisku. Sonte do t'jemi në qendrën korrektuese në Smrekonic. Ky është epizodi i 5 i rrëfimeve nga burgu. Do të dëgjojmë shumë rrëfime nga ata që për shkak se punuan kundër ligjit, ja hoqën vetës lirinë. Ndonë se burgu i Smrekonicës kishte natyrë më të hapur në krahasim me qendrat tjera korrektuese, të dënuarit tregonin se nuk është e lehtë të jesh larg familjes, larg jetës së përditshme e dëshirave që kishin për veten. Nga rrëfimi i një imami i cili u dënua për mashtrim e deri tek djali që ndroi të bëhej stomatolog, tregimet e tyre sa rënqese, aq reflektuese, do t'i dëgjojmë sonte në burg me Nitën. Këmë gju me armën automatike Kalashnikov, këmë gju në drejtëm tinej. Pa pare punëni, e më të bjani. Pre ati momenti, ora më në kecë për ty. Mjerë me nda tani vendas. Të natën jëm lutë, isha alla pështen. Jeta nuk është si kur piktur me vizatu ose me laps që më në shfrydzën tani gomën me fshi. Para se me vendos, kanë thonë të vjetër, mjerë me nda tani vendas. Këmë gju me armën automatike Kalashnikov, këmë gju në drejtëm tinej. Të natën jëm lutë, isha alla pështen. Është një njollë që s'ka mo hekë për të njëtën, nuk to e di. Mërziti kam shumë, nuk e kam meritue. Kam pas dy sytë në mu. Pa pare punëni, e më të bjani. Pre ati momenti, ora më në kecë për ty. Data jetë që ato, ora që të ndalohet. Këto ishim pak nga pjesët e shkëputura prej rrëfimeve që do t'i ndjekim sonte. Me kërkesë të bashkëbiseduesve të mi, identiteti i tyre nuk do të bëhet publik, mbase nuk ndihen rehat që para jush të prezantojnë fytyrat e të flasin për veprat që i sollën prapa grilave. Si arriti një imam të përfundoj në burg, çka i ka shtyrë të rinj të vjedhin, e si një djalë i ri që regjistroi fakultetin e medicinës përfundoi në anën tjetër të ligjit, duke shitur lëndë narkotike. E shumë çka tjetër, do të dëgjojmë në minutat në vazhdim. Unë në qendrën korrektuese në Smrekonic, i dënuar me 2 vjetë. Burg, vepra është mashtrim. Përshëndetje, gjendëm në qendrën e Smrekonicës vujt i dënimit, jem 25 vjeçar, jem vujt i dënimit për arsyen plages, ose për veprën shkaktimi e rrezikut për zë marrë botë pa leje. Një person ka mbetë me dëndime trauma trupore. Jam i dënuar me 2 vite gjys, ose 2 vite 6 muaj burg, dhe 500 euro gjohë për anë bajtje pa leje. Dënim një cili është zvoglu, kam qenë i dënuar me 3 vite gjys, edhe 1500 euro gjohë për anë bajtje pa leje. Përshëndetje, jam në burgun e Smrekonicës, jam 3 vjet i dënuar vepra grabitje, jam 24 vjeçar. Gjendëm në qendrën korrektuese Smrekonic. Jam për veprën narkotik, shitblerje me narkotik, jam i dënuar 2 vite gjys heqje lirie. Jam 22 vjeçar. Jam qytetar i Vustres. Kam pas një vizit në burgun e Dubrovës, qysh para 6 vite. Pa dashje, kom qu do tesha dhe një bakall elektrik. Dhe nga i bakall, në cilësinë e bamirësit, u denova. Edhe mbijem pajtor. Fëmijë kam qenë fëmijë i urtë, për arsye se edhe në rrethonat familjare i më konë fëmija i 5 i prindve. Kanë pas 4 vajza para me, tani jem lindë une. Kam kry shkollën fillorin, tani të mesmen, teolog, dhe me aktivitetet të ndryshme deri sa ka ndodhë kjo, në cilën gjitëm në këtë qendrën korrektuese. Gabimet njerëzve ndodhin, apo mendja njeriut mendon se bën një vepër të mirë, po e gabon vetveten, e gabon edhe familjen, gabon edhe në shoqëri. Kjo ka ndodhur, por mos dije, kurse problematik në jetën e sot, më kujtohet nuk kam qenë. Fëmijën e kom pas si çdo fëmijë të mirë. Tash pak i ka hupe dhe me fjalë lezeti,
Stash telefonat e këtu, nuk është e kënaqësia që ka qenë në kohën e mëhershme. Si fëmini, kom pak tip problematik jem kon, po jem kon zënës shembullor në shkollë. Kom di që edhe kurse, do më thonë, kom pas kurse për mësimin e gjuhëve të huaja. Gjuhën angleze e foli tash më ka me komunikuve që folin perfekt. Si fëmijë në shkollë, ka pak jem kon problematik, po edhe me mësu më ka ndarë shketë si profesor si arsimtar. Jetoj në Prishtinë, jam rritur në Prishtinë, me një familje të shkolluar. Fëminia ime ka qenë një fëmini e mirë, nuk ka pasur kur probleme, po janë gjana që ndodhin. Si fëmijë s'kom qenë fëmijë problematik, se thash, kam pas një jetë mirë. Jam student mjekësi, stomatologji. Jo ma i vogël, më konë pak ma i halit pi tre vllaznive tjerë, po më mirë me muzikë ma shumë, me rap. Po pak a shumë po, me ka imponu pak edhe muzika. Ta thëmë drejtën, jam rrit një rreth shumë, s'di qësh me thonë, shumë pasën. Rrjedh për një familjes madhe, nuk jam, do me thonë, pa shkollë, nuk jam pa shoqni, nuk jam pa zanat. Gjitha i kam. Në këtë vej për që kom bo, jo që kom bo me dëshirë, po s'kom do ishtë as me bo. Unë për shkundra dhe jam gëzu se është në zona jo, se kom prit se kom me denu. Nuk e kom prit këto. Qysh në deklaratën e parë, kër e kom dhonë para prokurorisë, kom thonë jam gëzu që kanë arrit me kopat sasi që është në zonë në Bokall. Vepra ime e parë dhe shallat e tjetë e fundit. Absolut se kom mendu këtë derë kur se kom mendu këtë derë, e kom mendu prej diçka tjetër, por ka ndodhë që është ka ndodhë. Nuk thëmë që është bo me vedia, s'muna me thëmë që është bo edhe pa vedije. Kanë qitë rrethonat të caktuara, të cilat kemi hyrë në këtë drejtim, nuk ka qenë kri me diçka të randa, ekonomike, se fjalla është në qashtin për krime ekonomike, mashtrim, dhe nuk e kemi menduar këtë derë, edhe nuk kemi menduar që mund të jenë të një denim. Por ka orë, dhe është i mirë pritur këtë denim i duhur dhe denim me besim se do të përmirësohen të ardhmen. Edhe porosia i do tjetë edhe për tjerë që mos të gabohen. Se gabohen me tjetë, po i vonë 2 vite, apo 3 vite, apo vite më tepër. Atëherë, para se me vendos, kanë thonë të vjetët, njerë me nda tani vendes. Pse e bonë këtë vejpër? Pse? Çka më shtyti? S'kom pas arsye. Unë gjykoj vetën, ndashta ma mirë saj gjyqtari që më ka gjyku. Pse e bonë? S'kom pas arsye. Nuk kom pas arsye. Po ma shumë më bo minate. Ta shkaptas me ta. Ma shumë më bo minate. Edhe ka ndodhë shumë. Edhe vepra jam e parë që këmë rrë në dëshme ligjin. Ka ndodhë konflikti qastit. Në 9 ore. Personi cili ka meti dëmtum e kom pas shok, po tash konflikti që ka ndodhë dhe kjo ka qenë zitse për të tërkuj. Është moment që në ato momente nuk mund e kontrollo vetën dhe nuk e mendon pasojat ku mund është me ardhur se çka mundet me ndodhë. Thjesht në ato momente hup njëri, po i kisha lut këtë rinin që me pas mas pari kontrollin vetvete. Me majt vetën në kontroll. Se në atë moment që ti hym burg, për ati momenti ora mund në kecë për ty. Data jetë që ato, ora që ato ndalohet. Këtu është 8 jetë. Nuk është, i kisha lut këtë rinin edhe me marrë parasysh këtë fjallë teme, jeta nuk është si kur piktur me vizatu ose me laps që më në shfrytëzën tani gomën me fshi. Nuk është. Në atë moment që bëhet, atë jetë. Në ato momente unë nuk e kom ditë, apo pështën a ju. Vetëm se anë të natën jëm lutë, inshallah pështën. Jëm largu, kom qenë narati, për arsye se nuk desha as vetë që ka me vepru. Se thësha zoma kes me bu me vdekaj person, mu nuk u hynë jetëm nëse i marrë 20 vjetë burg. Kon shumë i pëndum, normal. Po, në ato momente nuk kom ujtë me kontrolu vetën. Ka qenë konflikti qastin ndodhë gjithë kujna. Po, prapë se prapë thëmë, i lës këtë rinin, me mujtë vetën mas pari me
me pas në kontrol. Si te ki vetë në kontrol, ti e në gjendje që do me bo. Ato momente janë që s'kisha dashur as mi kujtu, se nuk e kum di çka ka bëhet. Për një arsye se familjen i lash tash me tradita kombëtare që shkojnë i lash në Belen. Familjen. Nuk e desha apo pështën personi ajo, normal ka pas lëndime serioze. Kum gju me armën automatike Kalashnikov, kum gju në drejtën tinaj. Që nuk u konë edhe nevojshme mu përdor arma jes, po asa ne e kum kuptu. Këto gjithën shoqëria. Shoqëria, ajo, ai mendimi që hajtë po bëj diçka. Si i ri se kom qenë fëmijë i urt, tani mu duke shumë i urt vetja, thash të bëj diçka. Të bëj diçka për vetën tem, po ajo ka qenë shumë gabim, se më ka privu prej lirisë, prej familjes. Ju më ronë mosh 3 në Borg, kom pas atëherë, sa i kom bo 19 vjetë kur kom bra në Borg, për mu ka qenë shumë e vështirë. Ato ditë e para, sidomos kanë qenë shumë vështira. Po tash me kalimin e kohës, mësohet njëri edhe tash është pak ma mirë, sidomos edhe këto është tipi hapun, është mirë pa pet në shpirt është ajo që më Borg je. Sa du është hap me kanë, kur qëtë e familja pet, e din që je në Borg. Vej pra është e pora për shqit fare, për shqit vej për që ku është e pora. Tash njeri kur të vendos në ato sene me një ka herë, është ndikim tjetër shkafe. Tash njeri që lënë ndikim drugës, se ndikim të alkoholit. A nuk me nëmë për shamë dyarë, i nga kanë edhe i ri, jëmë kanë edhe i ri, si ku menu senet ma largë, ku menu që aty për që aty. Kom qenë ndikim drugës, vej pra mu fëmbarë tash që e kom bëhe, nga me pra një pajësie, po më ndodhë që sa vetë dhe vetë vetja. Se e ndikim drugë për shamë, nëse ndikim të alkoholit. Me kanë që gjendje që jam tash, nuk ish boja vej për heqë. Se është emër i keq më gravit. Po kushtet familjare nuk i kum pas keq. Nuk kanë qenë mesatare, mirë. Po veç ajo ambicia që të bëjë një diçka. One t'jam dikushi, po ka qenë gabim. Gabim fatal ka qenë për. Vepra jam e parë që kom lidhje me këtë punë, asnjëherë në jetë. As kom pas në dorë, as nuk kom ditë çka është kjo punë. Veprën e kanë cilësu se posedim, shitje dhe shpërndarje e narkotikëve. Dënimin e kom marrë bukur të mirë, 1 vjeçar. Ndodhëm që 6 muj këto. 3 muj i kom marrë në Burgun e Dubravës. Një 12 ditë jam ku në Hajvali, që 3 muj jam këto. Hajvali ka qenë tepër trishtuse, se tepër mbëllët. Kur shkova në Dubravë edhe ma trishtuse, sepse kesh njerë që si avlen as mirë dita mi thonë atina, se jo me shku një qytetari thjesht, një mjeshtër që shjemon, një familjar. Kam 43 vjetë për 4, në këtë punë s'jo marrë kur, më kanë ngarku, kanë denu, jam tyje, vujt denimin, pavarësisht se tash këto që kam marrë në Burgun e Smilkonistës, kushtet janë shumë më të mira, krahasim si nga haja, si nga shërbimi që bëhet prej nga drejtori, dekternat e portieri i vymjes, që shka është në rregull këto, pastërtia është në nivel, shërbimet janë në nivel, komunikimi me familje, vizitat janë në nivel. Nuk e kom pas qysh me të thonë, si me ta shpjegu. Ik pe të mirës e ngullën të mirë, që shtu një fjollë popullore, shko me bo mirë, kujt pi bo mirë? Një mirë që kum ka pru. Ty desh mi bo mirë. Dijet në dosje, s'ka njëri që s'ka dosje, s'ka njëri që s'ka të lashe se një jetu 40 vjetë e pa u ndesh me ligjin, është e pamundshme, po kryesisht të pas probleme tjera jo me gjana kriminale. Kam mësu edhe 2 vej tjerë në qëtë lidhje, që une mas paku kom pas fajnë këtë punë,
po ma shumë bjendin. Kisha thonë, me që është për mes televizionit, kisha bo apel krejt rinis. Kujdes. Mos u shoqëroni me njerëz që bujnë krime. Se përfundimi vjen shumë keq. Po takimi I parë ka qenë në Dubravë, me familjarët, me bashortën, vajzën, vllahun, mas 4 muaje 10 ditë. Takimet I mojnë men dhe I mojnë men disa fjalë të cilat I kemi biseduar, fjalë të para të përshëndetjes, çka ndodhi kështu, çka u bë kështu, pse ndodhi kështu. Dhe hajde inshallah është e kaluar dhe e harruar. Për fajsinë të cilën e kam bërë. Dhe ngarkesë psiqike, ngarkesë edhe nga ekonomia e familjes, tash me vujt dënimin, nuk je veç vetë në burg. Kur është një antar I familjes burg, është komplet familja është në burg. Se një vetën keq. Se vepra nuk është vepër ku me ditë sa. Unë e falë Zotit s'kam vepër traum, s'kam atë aksidenti tjetër, është në ka çështje ekonomike, po e keq është, e keq. Po, moj men, më ka do që zemra majtë më ka bo, kur ka nërë. Po, edhe mërziti kom shumë, jem djalla Azreti. Mërziti kom shumë, nuk e kam meritue. Kam pas 2 sytë në mu, me thonë në I fjallë. Kam prit më bo shumë a shumë, edhe pse në shkollë fillore edhe si fëmijë kom qenë në zonë shambëllur. Po, janë isa me një shoqni të keqe, tash s'pe bëj edhe të keqe se vetë jem konë që ashtu, po njëri në fillim nuk po menej ke pasujat. Është ajo, si me thonë, tërheq me ditë që apo bëhet rruga e keqe. Tërheq ki qef me ditë që apo bëhet, po të hen edhe shkon veç të hi ma fel nuk mund me dalë. Jeta natës për rini, kësha lutë sa ma pak me dalë, ora 8 si të bëhet, me konë me familjen shpe, jo me konë në rrugë. Ndodhin tash po kem në lajme non stop, gjujtje me armë këtu, tash këtë këtu po bëhen natën. Njëtë natës, konflikti në kafe ose shisha bare ose tash po pinë, edhe konflikti po ndodhet tash mos ma keq, unë po nis në vetë ideal as drejtë, unë dal për shef edhe pse s'bëj probleme kërkam, po ka problem dikush tjetër që ka shumë pafajshëm e kanë pas fatin e tillë, shembull ata kanë problem, bëhet gjujtja me armë edhe aksidentalisht plumi domethënë kop ty që s'ki kur foj nuk I ato, edhe pësën. Këtë kënë ndodhë në jetën e natës. Vallahi, tash ka kalu një kohë, jam bo 2 vjetë, po ka shumë sakt, nuk e di veç busqeshen e mojnë men kër I kom po, edhe në ato moment kër I kom po të busqesh, kër nuk kam po mu. Ta kënë por, do më thonë, vizit ka qenë gjami, s'ko mujtë as më forsafu me ta. Atë momentën e kom po që kom gaburën. Në atë moment e kom po të kush është familja për mu. Normal fëmija ose djemët jenë të letë ma shumë me nonë. Nonë e du ma shumë, dohet me dash ma shumë, se dikon me dim, nëse bën of nonë doke që po të me herë. Po, dëti du s'fej dalaj. Ma shumë që si kom kënash për në të mi, se kom po ato që ata kam prit për mi. Nuk im kona ideali që kam po shef më po ata të shkollum me një punë ta më se s'to prind ka shef me po fëmijën e ti ma mirë. Po nuk jem bo që shkom pa shef ata, po apet ja u di lerën, kam ata dhe du më shumë të mbot për ta jetë. Kër jam taku me familje, u konë momenti ma I vështirë. Gjatë kësoj periude se jam bërë, u konë një moment shumë I rande, shumë I vështirë për mu. Po e familja më ka kuptu, familjen e kom të kuptushme, më ka kuptu, më ka afru, më ka full mirë, më ka jep motiv kur ajo për me mbojt burgun. Se tash ajo ka ndodhë, çka ka ndodhë mo nuk mujna me këthy mrapa, po më ka përkra. Më ka përkra deri sa te kry burgun, nuk më kanë hidhru kur që me më thonë qa ke bo, pse ke bo, qysh e ke bo, asu më kanë pyet kur, po e kanë ditë që ka ndodhë thjesht edhe jom pendu për ato që e kom bo, shumë jom pendu, po tash herën e parë kom qenë para burgim është në pej. Atje kom mujt mi ka për qafe kështu, po
veç shpirti jam e din që thesha sa ma parë të kryhet kjo vizitë familjare, të kthejna në dhomë, se nuk mujsha me po familjarët në atë gjendje, ose ata me më po mu mrapa grila, që me thonë një farforme. Ka qenë shumë moment i vështirë tepër, po. Normal, si çdo i ri tash që një jetë keq për shembull prej familjes, një jetë keq prej shoqënisë. I rrethit në batë ngushtë që e ki. Takimin e parë me të shtëpisë pata pas mas 1 muaj gati. Mas 2 muaj në fakt. Se e shkua e karantinës 2020-ën, kur është në burg, po tash nuk ma kanë bërë shumë tragjike sepse mos mund mishti fjallë ndryshë në kry për shembull. Si mos normal ju një keq edhe, po ju kom thonë bëhet mirë, po në pështetjen e gjenos porit e familja. Familja është gjithë shka kryesore. Po familja është me e para mu, para familjes nuk e ki kërkonin. As nuk është një as kur shlo fiqë. Familja është të shek. Po, ma mërmenja që po, jo veç në burg, po dhe një udhëtim e shumë dikun larë për shembull nejt me 10 muaj, kupton se qa është. Çfarë do me thoni po baba, nana, vlla, motra. Para burgimi ka qenë shumë i keq në Jajvali, sepse ka qenë me rrjeta përpara, me mresh. Nuk kena pas kontakt as më përqafu për shembull, as më përshëndet me dorë. Jo, vallai, nuk më një donë. Si baba, si nana e kanë venin një. Ka me thonë, isha para shpije, edhe erdhen në arrestu. Djallin e kisha dhullin për dore, ka ju të ke shtirë. Jam një ketë se gjykimi ka thonë të 5 vjetë. Edhe atë shumë jam penduën edhe familja kanë thonë shka, muaj këtë burg, kryhet, 1 muaj kryhet, mande e një shumë nëryshe se s'ka. Tani kam vizita të rregullta këtu, nuk kam problem, çdo javë vinë, s'kam problem, gati kam të afër. Atje sa u kon, atje u kon shtirë. Unë edhe kushtet ekonomike, edhe lartësia, edhe tëna, maltretimi që është bu me hi në vizit, bolës të merë. Tani janë 2 burgje. Është një burg në emigrim, se unë jem prangu apo jem arrestuar në përëndim me urdhëres të Interpolit të Kosovës, i kërkuar për vujtjen apo mbajtjen e këtyre 2 viteve të tenim. Nata e parë ka qenë shumë e vështirë. Prej lirisë, prej familjes, prej shoqërisë, prej punës, prej aktiviteteve, dhe i paralizuar në krejt jetën, ku ku natë e vështirë, dhe në vetëmi të mendua pse ka ardhur deri tek joja, e vështirë, natë e vështirë. E natë e pa harruar, dhe besoj inshallah se nuk do të përsëritet më kurrë. Po çdo njeri beson krijuesin. Apo të thojmë Zotin, i mbështet në ato se është caktim. I mbështet edhe në tjetrin se është fajsi. Se njeriu kur e pranon fajsinë, ka shpresa se ka falje dhe ka ndalje nga krizat të cilat i përjeton. Dhe kështu që e ku marrë, një herë e ku parë me stres, si thëjmë shtu, por duke e mendue, ku më kalu në atë pjesën të cilën, ku më thonë se është detyrë dhe rregull që të kryet këtë dënim dhe atëherë jam stabilizuar. Po, sigurisht më ka ndryshu burgu dhe unë mendoj se kemi ndryshu edhe me vetë vetën, burgu t'jap një edukat, mirësjelljes dhe të durimit, këtu ky burg apo qendër korrektuese. Ma tepër është qendër korrektuese, nuk është burg, është një burg i hapur në Republikën e Kosovës. Rutina ditore është e mirë, kemi aktivitete, disa punojnë, në kuzhinë, në bife, në parqe, në bujqësi, në mekanik, saldus, në format të cilat i ka para po qendra korrektuese, merren me aktivitete dhe punë, kalojnë ditën, ka aktivitete sportive, dhe me shoqëri kalojnë mirë, jemi dikon
3-4 veta, kalojmë mirë, pa probleme, dhe në aspektin fetar jemi në dy fetë, edhe ka besimtar besimit islam, ka dhe besimtar të besimit katolik, kalojna fort bukur mes vete, urojna festat njëri tjetër, rritet fetare musliman të kryjnë veçmas, pa kur një pengesë, tani është muaj shajt, muaj Ramazanit, kemi kalu fort mirë mbrana këtyre 20 ditëve, kemi kushte të mira, edhe të ushqimit, edhe të agjerimit, edhe të gjitha, kështu që i falenderoj edhe stafin, edhe drejtorin, po sigurisht edhe ata të cilët kanë dhënë këtë urdhën dhe kanë bërë këtë bamirësi apo këtë butësi të cilën mund ta kryejnë obligimin njerëzit, unë jam mirë njerëz dhe i falenderoj për zemërsisht. Jemi diçka ma të dishëm na shtap, se tash të dinë gjithë, por na i pri kësaj shoqërie, kryjmë rritet fetare, 5 kohë ditore, pjesa tjetër e natës që është taravia, si tradici është e muslimanëve, i kryjna në rregull me gjithë ta shokët, fort mirë. Për mu, 3 muaj është i para burgim që ku majtë kam qenë dhunë vetën. Nuk kom pas as televizor, as kur gjë. Për mu ka qenë, nuk me thonë fakultet, për doktoratur magistratura e jetës. Që të kom kuptu jetën, qëllimin e jetës, pse jetojmë, që të kom kuptu krejt. Për mu ka qenë, po nuk është ndjenja pa përshkrueshme, nuk përshkruhet ai moment në atë çaste, s'po shkruhen. Kupton shumë sene që s'po shkruhen, këto veç në burg i kupton. Kështu pa po thonë doktoratura, magistratura e jetës. Veç në burg i kupton. Ato e kupton që nuk ka gjë më të shtrejt, më të vlefshme në këtë jetë përveç se familjes tonë. As shoqënia, as si kush tjetër përveç familjes tonë. Nona, baba, vllau, motra. As të një tjetër ish. Qëndrimi jam këtu, mas pari kontrolla vetvete. Mësu me pas vetën kontroll. Tash kanë thonë ples që den 10. Në jo den 10, për den 100 për do përkëmë gjithë. Një ditë e jam e këtu në punaj, merrem me aktivitete sportive, me fitness. Mirë është të stafi na respektojnë shumë. Qendrët korrektuesës mekanisë pa flasë. Qatë shumë na respektojnë, na s'mundë me respektu sa na respektojnë ato njëre. Për çdo hall ose për çdo brengë që ja kem konsultuar me ta si mi pas pjesëtar të familjes. Se ata na i dinë hallet e brengat se jetojnë këtu me ne. Është mirë, kushtet janë të mira, nuk ka keq. Sa për këtë i burg, po burg mirë nuk ka. Në atë moment që jem burg, edhe herë thash ma herët kura në talën. Nota jam e parë, më kujtohet veç familja, përveç familjes as kush nuk ka kujtu. Kam qenë në ndalim, 48 orë i thonë. As 2 ditë do më thonë veç për familje, ku me ndu për familje. Kur a dal nesër, me vetëm fërsha, moj me dollë mas 2 ditë, ose tash do të me nejt një muj, asa do të me nejt. Nuk e kom ditë këtë punë, po se kom me ndu kur, dhe në atë moment që mi kanë ndu prangat. Në atë moment i kom mbyllë sytë njerë, kom thonë, nashtë jam nëndër, se kom besu heq që ju ordha i moment, po ashtë se kom me ndu njëherë që kom e mujtë më arrestu ose në burg, që do mos one se kisha me ndu kur për burg, që vi kur heq që asë. Se kom menu vetën që kom e konë burg, kom menu me konë pak ma nalt me muzikë, me më rri ma shumë. Në 48 jem konë si për gjëmë shumë, pak ma shumë të nej. Tu mos e ditë halë se ku jam. Mos ne pi 48 që na qunë në gjykatë, direkt në para burgim. Qenë në para burgimit në Ajvali. Kur e kom bo veprin, kur më arresun policia ma, unë e dita që ku përshkaj. Nuk është mo këthe mrapa e fort punë, se ajo ke që u bo. Po në punoj këtu, në punoj të edhe ma kontrollit këtu. Po ta është në vorët që qëllën njeri me psishika, se do ditë janë të mira, do ditë janë të këqija. Nuk je gjithë të njëjti për shumë. Në gjatë ditës shkruj tekste, më nëna me ikë në lefin që e kom rena. Më ka ndryshu për 100% nuk po thonë, po për 80% po thonë. Se e kom pos një ambicje gjatë këtyne kohëve kur e morë me këtu, po një ambicje shumë për gjithë shka kom thonë moj. Tash nuk thamë ashtu, tash tërhikna, për të sene tërhikna. Apo kupton, ma me rëndësi është familja se gjithë shka.
Nuk bëj tash me një heri pari me dojnë dikon, po rrim rapa. Bot qatë bot, jam tipi durushëm. E kthej kryt, nëse diçka ndodha, ne e kthej kryt, apo kupton nuk... Sidomos të ku smirna me kur gjesh, veç e me ndoj qush me kry që dënim, me mu kthy te familja dhe kaq. Unë zgjomi zgjimin e kim herët mëngjes, pastra jam mirëmbajtës këto te oborri i Burgut, një pjesë të oborrit Burgut. Pastrojmë aty, kthehemi në për pika numrimi është para pavilionit aty, kthehemi në dhomë, po shohim pak, lexojmë. Është dreka tani numrimi, mas ditë është darka, tani kthehemi në krah, ajo salla në përkrahe që i kemi në për paviljone është lyna letra, domino, sha. Mi rritën ajo ndjenja që nështë se me familjen jam këtu mrena, s'po di. Burgu po tash më varët këtë për personalitetit njerit. Për dikon është shumë i mirë në atë format që e ndryshon njerin. Për dikon mund të më bo edhe i dëmshëm, dhe të bën agresiv. Të bën agresiv me stafin për shembull me të burgos, po për dikon është shumë i mirë. Se të bën me reflektu për mirë. Burgu dikon e bën me reflektu për mirë, dikon e bën keq më bën shumë. Një ditë e jam ja këtu, në fillim, më nxerë që të qohëm, pim kape, mandej dalëm pastrojmë, që aty do punë që jam para Burgut. Mandej dalim shekitit, më ndej pak me sport, pak me lexim, qështu. Rutinë. Shumë shtira. Po nuk mendojnë në formë negative. Në ashtë një mënyrë dhe procesa dhe tjerë kushtet dhe gjerë këtë pjesë të emisionet juaj, mos të mendojnë të rrinë qut në mendimet negative. Le të rrinë zgjut, absolut gjatë keqe s'ka, por mos të mendojnë në asë një formë negative. Mendojnë në formën pozitive, merë me vetë vetën, merë me formën të cilën ti nese kime qenë një njeri shumë i mirë, kime konë aktivist i mirë, i një veprimtarijë të punës, gjallërisë, të shoqërisë, të rrethit, nashta ta shahojnë ndikur. Kur mos mendo se jem rënë në një paraburgim apo një burgim dhe unë kam mbaru. Jo nashta ka fillu. Unë mendoj të kundër se ndoshta mund të jetë pik fillimi juaj pas daljes në liri. Nuk ka mbaru bota me një burg 2 vjeçar, 10 vjeçar apo 5 vjeçar. Është një përmirësim. Është një përmirësim i juaj dhe vazhdo. Unë mendoj vetëm pozitivisht, edhe japi porosinë, apo thëmë, kështu thirrje në baj, mendoj pozitiv, nëse s'mergju, mendoj pozitiv. Mundohet na mos me menu shumë, se mendimet e tepër ta mërzisin, nëse shumë zëgju me që na mela me në aktivitet. Më varet është qysh i kemë edhe pjesëtarët e familjes për shkak, qëse qëllan baba ose nanas mu pak me probleme shëndetësore. Marrë se s'na nëzëgju mirat as njëve këtë. Po menojmë me konë me ta, ose menojnë asë është për shkak tune në i sen. Ose që se një mërzit për neve t'i qka. Qysh mërzit një na për ta? Po në fillim Burgut ka ndodhë këto net e gjata, s'ka zonë gjumi, me ndo, qka. Sidomos koha e para burgimit është pak më e vështirë. Jo pak, por shumë është më e vështirë se ne kemi mendimin sa po dënohem, si po dënohem, apo kupton. Aty janë do net gjata që nuk mbarojnë kur. Unë mendoj ashtu. Po këto është pak më ndryshe, se këto e kam edhe shoqërinë e mirë, i kam shoqërinë shumë të mirë, rrethin e kam tepër të mirë. Nuk kam kohë me mendu keq ndonjëherë. S'kam kohë me mendu keq. Gjithë veç mirë, bojna muhabet hajgore, kur është për serios, folëm serios, momente hajgore, bojna hajgore, e kalojna shumë mirë. Për tash, këtë kohë se jam në qendrën korrektuese së Smekonic, është shumë mirë. Po, apet është e ndjenja që e burg. Kom pas këti natë shumë, pa gjumë. Shumë. Qëka ju se? Qëka ju? Qëka?
Shumë. Fjala shumë kuptohet, shumë. Humbje shumë e madhe. Edhe në aspektin ndoshta moral, edhe në aspektin shëndetësor, edhe mos flasin në aspektin financiar, shumë. Kom hup shumë. Për 2 vite e gjysmë bërë shambull, shumë hup njëri. Jo pak po shumë. Për 2 vite e gjysmë mund me kryer një pjesë të fakultetit njëri. Po nuk për mu ka qenë, më me thonë, prapë shkollë. Për mu ka qenë me një fjallë hajrë burë. Se nuk e kom di çka jem të bo. Isha kom veç të shku të poshtë. Vetë fjala burg, apo qendër korrektuese, t'jep kuptimin të asaj që të ndalohesh nga të gjitha veprimet të cilat të binë në këtë derë, apo mund të zgjasin dënimin ma tutje. Do të thotë pendohesh për vepra të këqija. Kur falem ma herët të Ramazanit dhe rritet fetare, e kej për ngjanë asajna, kej për ngjanë. Se nëse se kryjnë një punë, të pret një dënim. Dhe këtu kemi ardhur për një vepër apo për një punë të cilën kemi punuar me fajsi dhe duhet kryhet aja fajsi me vujtjen e dënimit të cilën kanë para po gjykata, na ka bo mirë. Që mos tecmi ma dhe na përkujton që mos gabohemi dhe të jemi të përmirësuar edhe këtë dashdohet edhe pasi që dalim të mendojna në formën pozitive, jo në formën negative. Se nëse mendon njëri në formën negative, atëherë se e vazhdon të keqen apo vujtjen e vet. Unë mendoj se kjo do të jetë në përkujtim në tonin personal, të cilën e ku vujt këtë ditë e ndalesës apo largimit nga familja, le të jenë përmirësim dhe mos të mendojmë të ripërsëritet, jo t'ju thojmë fëmijëve apo të rive se kam qenë, se është e vrasht, të thush kam qenë në burg, është pak si e vrasht, po t'ju thojmë mos gaboheni, se nëse ju gaboheni, atëherë ju pret një vujtje, të cilën është e papërshtatshme për juve, për familjen, për shoqërinë, për rrethin. Dhe në këtë formë, unë do të përkujtoj këtë pjesë të jetës edhe e kom kry këtu, me arsyeën dhe me përkushtimin që në talë mos gabohemi. Po shumë personave, shumë personave. Mos partë të kërkej fali familjes, si më ata që thëjë fëmi më katë. Ta në kanë pritë që më ndodhë në ditë që unë të t'jem i arrestuar apo i prangos. Nuk e kanë mendu kur se kanë mendu. Dhe në tharë fillim bisedës, kam qenë djallë mos 4 vojza, si thëjnë presë djallë hastreti, dhe më kanë ru, kanë edukue, për kur se kanë mendu se më ndodhë. Pa familje ka qenë shok për kam më kuptu se unë gjidëm në një qendër të paraburgimit në përëndim. Më ka ro shok, si mundet. Po që ka ndodhë dhe të faljen mos poli përëndis, Zotit dhe familje. Pendu jam. Nuk është që s'jam pendu, edhe pse kënë më një do gjithë nuk ka qenë konfliksosti, nuk më pas faj send, ka qenë zitje për të tërkujna. Po faj jam është që jo merën dhe me gjithë kanë, e kom bu jetën e natës. Ta shkejt të probleme fillojnë për lëndë narkotike, probleme në rrugë që se njët natës të në bunë. Hashishi, kokaina, tash për përmeni, se që të du me përmeni që rinia me qenë më vedisusi. Ndedhen bashkë, edhe në ato momente ndodhin konfliktet, ti nuk je vetë vetja. Nëse merë drogë për në alkohol, ti nuk je vetë vetja kur s'më nëshme ka. Hajde po për në alkohol, për një muj, për qef, je s'do natë. Shin jo në rini, s'do natë. Aja është e tepërt. Falje i kërkoj vetëm prindërve. Ka ndryshu shumë personaliteti jam. Një mbo kejtë tjetër njeri dash. Nuk është mo sigur që shumë kona atërë që shumë dash. Po menaj me kriju një familje dhe sikur krejtë tjerë që janë tu i kriju familje me posë jetën e vesë. Normal, me mu pendu se 22 vjetë ju mëra në burg. 2 vjetë ma shumë, tash 24 i këmë bo. Normal pak është rënë se po ike dhe jeta. 3 vjetë janë të marrë me najtë mshirë. Por deri so jena këtu 3 vjetë për shkakun tu me vujt dënimin, ma mirë 3 vjetë e nxan jetën në liri. Se ka pësh me lirin për shkakun, te po jetë 3 vjetë më rap. Po ndjenja fojt ka me përcjell që shjo.
se nuk kemi përsërit më veprat që i ke bo. Kërkoj falje familjes, kërkoj falje dhe palës në tume, kërkoj falje. Besoj që më kuptojnë që kom qenë i ri, mos përsëritin këto farsene. Jam pendu, shumë jam pendu për vepran që kom bo, tepër jam pendu. Ma shumë jam pendu për familjen që ja kom bo këtë idhnim, këtë hidrim ja kom qu në zemrat e tyne, po vje mirë që ja kom një si familje që më ka kuptu e nuk më ka injoru në këtë rast. Apo kupton, gjithë më kanë orë vizita familjare, do me thonë më kanë mojt qysh është si e ma mire edhe pse më burg me gjitha të mirat më kanë mojt. Kom hup shumë, sidomos kom hup studime, e kom hup një periudhë tjetës që s'kthejet më mrapa, nëse nuk janë shumë 2 vite gjysë, për dikon nuk janë shumë se ka me dënime që janë që 20 vite, këto 25 vite, po se cili e ka të hollin e vetë, brengën e vetë. Për mu kom hup shumë si student, më kanë shku hoq 2 vite, do të më kthy apet mbrapa, gjenerata e veç ka ecë për para, unë e kom betë mbrapa në këto sene. O ka një kohë që i bashkëru duft me konë ofër familjes, nuk o mujtë me konë. Këto momente i kisha kërku falje në nanës mas shumë të. Tani e babës, po mas shumë të i nanës i kisha kërku falje. Ka qenë, e kam një nanë që u mbajt, e kam shumë burnore, u mbajt atë ditë, po kur ka vizitën e parë kur kam qenë, u mbajt shumë, po mas anej nuk e di, mas vizitës, po atë ditë u mbajt shumë, po e di që e thellë në shpirt, o ka në shkatrume. Po ka njerë këto vetja, preokupuna për vetës, që ku mbot, ashtë të njetën ka me mje ky faj. Qysh me ecë për para, për shembull nesër dalë prej këtu, ndalën policia në rrugë, më verifikan, macetat që janë për narkotik, apo kupton dina shumë keq, për shembull jo me familjar të mi ose me dikon, është një njollë që s'ka mo hek për të njetën, nuk to e di, nuk është një njollë që s'fshihet, po personalisht kom ndryshu shumë tepër. Do me thonë kom ndru, si që tash 80-90% kom ndru si person, atëherë më konë edhe i ri, fëmi, edhe tash nuk jam shumë i madh, po shumë sene kom su këto, tepër sene. Unë kom ndru me përfundu si doktor, se kom mendu kur që kom e përfundu kësi lloj vendesh, po jeta e tillës. Po kom premtu vetes që kom mësu edhe kom ja dalë. Edhe shumë jam pendu për atë punë që kom bo. Për 2 arsye, e para se kom pas një jetë shumë të mirë, s'kom pas nevojë më marrë me njerëz të asoj kategorie. E dyta, s'kom pas as dije që ndodhet diçka në atë bakall, as përfitim. E ndi vetën total të papajshëm në rrethonat cilat jam dënu, po në të kohë gjykata më ka drejtë më pajtuar për shkak të transportit që kom bo. Po, sendi i parë gjithmonë nisëm nga ajo të cilën jemi në parim, me falenderue krijuesin i cili neve na mundson dalim për këtu vit. Të bashkohemi familjes, shoqërisë, rrethat aty ku jetojmë dhe sigurisht ta gjojmë veten me një punë, me një aktivitet të cilën është i arsyeshëm për neve dhe për familjarët. Po shumë. Mesazhet e tretë është sportet të kuptojnë se nuk mund të bosh i vjetër për një ditë dhe për një javë. Vjetërsia vjen e ngadalshme. Nuk mund të pasurohesh mbrana natës. Pasuria vjen plon, apo pjesë. Mesazhi im, sportet mësoni, lexoni, merrni detyri. Pas detyrisë vjen pasuria. Dhe pas pasurisë vjen pleqëria e rahatshme dhe përfundimi na vjen besoj i marë. Në këtë formën të cilën po ndëgjohen një pjesë e njerëzve të rive, jemi të brëngosur, nuk është dash në vendin tonë, në popullatën tonë, të ndodhe këtë sene.
Dhe nuk duhet ndodhi të se. Në format të ndryshme të asajna të cilët mendojnë se unë e boni pasër dhe në mëngjes. Pasuria dhe në mëngjes gjën humbje. Pasuria e ngadalshme të aman edhe një gjenerat pas teje. Mesazhi për trit. Dune familjen sa më shumë. Mos jeni rrugëve të këqija. Prej shoqënisë nuk ka asgjë. Në mënyrë me pas një shokë se dikon që del me pikofe. Po mund se shoqëni me pas të rrethit familjes. Dhe vetëm tillë që nuk ta dojnë të keqen. Shoqënia rreth familjes. Jeta në burg është ndrysh. Nuk është dikush ashtu e një fjalë në burg, po pa kon këtu pak nuk e din çka është jeta në burg. Po e kisha thonë se me ru lirin, me gëzu lirin, jo me përfundu në burg. Se së është e mirë. Mi kisha preferu rini se mos mi provu substancat. Mi nejt largë armëve, thika, sepse përfundon në burg. Që se ki as familje, as lanës, kur ka një qëqish. Po tash, që se aty vrejt shumë shkollaj, tash shuk i keq është. Shuk i mirë vrejt, shuk i keq dalluet. Shuk i mirë të largon për rrugëve të këqija. Shuk i keq që mënot me të ngullin tu. Tash moshatarët e mi, tash unë nashta kom posi me thonë pak fatkeqësi jo mordhën në këtë qendër korrektuse. Po qendrat korrektuse tjera, për shembull, janë ma keq. O burgu i 5 është shumë i rëndë, psiqikisht është tepër i rëndë, fizikisht nuk mundon kërkosh, po psiqikisht është shumë i rëndë. Janë ato dhoma tepër të vogla. Je veti 4 në dhomë, dhoma është tepër e vogël, banjën e ki në dhomë. Nuk i mundësi as fry me marrë shlirë, që shtojnë me një farë forme. Rinini kisha këshillu që mu largu shumë prej senetësia. Tepër sidomos pej landëve narkotike, do të mu largu shumë. Unë nuk e kom përdor kur landë narkotike. Po atë kove që marrë me shqit blerje, po i kom marrë shumë peshmanë. I që kisha këshillu që sa ma largë këtyne punëve, sa ma largë këtyne sene, pse nuk ja shehojnë për kur gjë këtyne punëve. Sen, e shkatron familjen tonë edhe vetën, shoqëria nesër nuk është, as nuk vjen kush me ta troki derën, me thonë se është, jo diçka tjetër, po veç me thonë, është mirë. E shoqënia, do me thonë, si të bish në ato momente, më bërë shoqënia është out, kejt të harrojnë. Pa pare punëni. Për pak pare punëni. E mos devijoni. Mos devijoni se me deviju është shumë pasuja të rune. Si për ty, si për familje, si për shoqëri. Kaq kishim për sonte. Këto ishin rrëfimet e pendesa atyre që menduan se mund të jenë më të fortë se ligji. Shpresoj që sado pak tregimi i tyre dhe pendesa kanë arritur tek të gjithë ju që mbase jeni duke luftuar me zjarrin. Në burg Menitën vjen sërish të premten, në orën 21. Natën